Përshëndetje dashur miq, jemi sërish live sot në klasën e parë të Institutit Gastronomisë Royal. Jemi me një supë tashmë, siç të kemi thënë gjithmonë me javët e para dhe me pjatat që kemi përgatitur dhe kemi përzgjedhur për shtëpinë tanë. Janë ingredientë të ndryshëm, sikurse kemi thënë, sot kemi supë minestrone. Si shikon dhe kamera, e lutem ta fokusoj, është për sa i përket supës, kemi produktet bazë, siç është qepa, karrota, selinoja, misër dhe fillim patate që nuk mungon asnjëherë në këtë lloj kombinimi. Ka shumë ngjyrëshe, ndryshe nga supët e tjera, do jetë supë që nuk kalon në blender, pra nuk do jetë supë kremoze. Gjë që të shikojmë dhe se si nxënësit do arrijnë të kenë kontroll temperaturën, por dhe mbi të gjitha prerjet e perimeve. Që të shikojmë, gjithë nxënësit kanë vazhduar në përbankat e tyre duke ka përdisur elementin e parë siç është qepa. Shikojmë Silvanon, ka ndezur vatrën, ka përdisje e saj është e lehtë, shumë mirë Silvano, mundohet të kesh vëmendje maksimale mbi produktin. Ndërkohë kemi vendosur edhe një bulion. Mos nxitoni, duhet të temperatura të lutem rifillo pak nga e para Teodor. Nuk prish punë, rifillo pak nga e para, nuk prish punë. Nuk prish punë. Hiqe, rifillo pak nga e para. Kujdes, temperatura është e rëndësishme të gatimi, nuk ka asnjë lloj problematike tjetër. Po, shumë saktë, shumë saktë. Mos e lë qepën të kalojë nga përdisje shumë të madhe, shumë të përkësuar, ndërkohë më shtosh direkt patatën më pas. Tashmë duhet të kesh kujdes nëse në kontakt me amidonin patatja, do të ketë probleme sepse mund edhe të ngjisi, por me kujdes, me temperaturë. Okej, shto perimet e tjera, mos e lë të kalojë ka gjatë. Shto perimet e tjera. Edhe kukullet e karrotën. Shto perimet e tjera, mos e lë deri në këtë fazë. Shto perimet e tjera. 3 faza. Gjatë procesit së parë që ti shtove bulionin, e provon sa krip mundoj, po hedh pak. Më pas, gjatë kohës, sepse kripa nuk shijohet gjithmonë në pjesën e parë, sa që hedh. Por duhet një kohë e caktuar sa të filloj të marrë shijen e përftuar, e dëshiruar. Po ama, që nuk do të ngaq me pjesën e kripës mjaftueshëm, mund të rishtosh prapë, po me sasi të minimizuar. Ka mjaftueshëm, ajo mund të ketë më shumë se duhet. Gjë që ti nuk e heq më pas. Prandaj mendojmë që të kemi më shumë sukses e bëjmë në 3 faza, në gjatë fillimit, zhvillimit dhe përfundimit. Duke kontrolluar e pas here për supën. Siç kemi thënë gjithë kohës me perimet bazë, qepa, karrota, selinoja, kungulli, parruar kryesisht bulioni. Përmbledhja e saj është logjikisht ka përdisja e perimeve sipas kohës dhe radhës që nevojitet, dhe normalisht duke shtuar edhe bulionin si përfundim. Erza që kemi përzgjedhur është kopri, është një nga erzat shumë e kombinueshme dhe mbi gjitha shumë e shijshme. Besoj të keni ngjerë kënaqur për ato që ju pat gjatë live-it, bashkë me u takoshun në për tjera live. Mirupafshim. Sone, suksese. Atëherë këtu përgatisim pjesën e kremit të djathave. Do na duhet për të kombinuar recetën e sotme. Pra, javën e kaluar të kishim antipastën e miksit të djathave dhe kanë ngelur pjesë, por nuk përdorëm më antipastë se ata. Normalisht shikoj. E vërtet tash. Është çedare. Çedare. Okej. Këto i kemi për përdorim të mëtejshëm, shtohet pana.
temperaturë të ulët deri në fundin të recetës, në çdo shkrim do lidhem me njëra tjetrën, do kalojnë në blender, dhe më pas do jemi gati për të kaluar në një moment të dytë që është pjatë panxare. Gjatë parë do të thonë, pas vendosjes së saj, do stot për prit. Por, në shumicën e rasteve nuk kanë nevojë. Kanë nevojë, kanë djatër. Kanë vetë prit. Që të kuptoni të balancën midis supës. Është shumë e rëndësishme. Më pas do vazhdoni me pastrimin e produkteve. Tashmë nuk do shikoni një demonstrim nga ana ime, thjesht me atë që unë them, do vazhdoni të konkretizoni faktet mia në zbatim të praktikës. Kur unë them shtoni gjithë qepën, shtoni gjithë qepën. Kur unë them shtoni karrotë, patate, shtoni patate. Kur unë them pastaj banxharin në radhë. Okej? Në fund fare, do shtoni bulionin me të gjitha, do kalojmë në blender dhe do përfundojmë pjatat siç e. Kopri nuk do jetë sasi e tepër, do jetë disa lule për pjesën e saj. Kopri. Okej? Jemi të qartë? Tani mund të vazhdoni të prisni produktet, por pa i shtuar ato në tigan. Do bëj një kontroll, më pas, qofse janë të gjitha gati. Më thuaj. Ku pike? Jebi avantazh, jebi avantazh. Që zje. Rrit. Bëjmë gati produktet më pas, kur t'jemi gati të gjithë, ku pike? Si për formati patatës. I gjithi. Si formati patatës duhet të panxhar, ja? Më thuaj. Jo aty, në taljere. Kjo bulion mund të përdoret dhe për dekore. Mundon që panxharin ta kemi sa më të imët. Jo shumë të trakë, se nuk më jep avantazh për të zjerë. Përshëndetje dashur miq, jemi këtu sërish në grupin e parë. Përkatësisht sot kemi supën e panxharit. Jemi në fazën ku po presim të gjithë produktet radh pas radhe, siç e shikojmë dhe kamera mund ta fokusoj nxënësit me radhë. Kemi supë panxhari, venditet janë qepe njom, është patate, është panxhari vetë normalisht. Kemi mollën e shile, si një produkt që të balancoj komplet shijet e kombinuara, për para harruar njerëz siç është kopri, njerëz fantastike në kombinimin e këtij lloji produkti, e kësaj lloji pjate. Normalisht pa harruar, gjë më të rëndësishme që ka çdo element supe, në këtë rast, është bulioni. Bulioni është përgatitur me bazën e qepës, le të themi me mbetit në thojza që në kanë ngelur gjatë javës së kaluar, me qepën, me karrotën, selinon, kungull. Por, me të gjitha kemi dhe lulet e panxharit, siç kemi thënë dhe gjatë orës së teorisë, ato mund përdoren për dekor, por pse vetëm jo dhe për gatime të ndryshme. Mirë, siç shikojmë të gjithë nxënësit janë gati për të përdorur këtë lloj supe, kanë zgjedhur produktet, i kanë prerë, siç shikoni edhe ju tashmë, dhe jemi gati për të vazhduar realizimin e recetës. Sikurse çuna kemi thënë me radhën e punës, ndezim vatrat, kush është gati, me temperaturë të ulët, që të fitojmë kohë dhe mundësisht gatim sa më perfekt, pak i ndyrë, shumë pak i ndyrë. Gatime me pak i ndyrë normalisht dalin më të mira, por duhet kemi kujdes në sasinë që të përdorim, sepse mund të kemi dhe ingredient tjetër të lidhur që mund të kemi sasi të larta të ndyra, siç kemi dhe kremin e djathit të përgatitur ditën e sotme. Me temperaturë shumë të ulët, produktin e kremit të djathrit. Me djatrat që na kanë ngelur gjatë javës së kaluar, duke shtuar një sasi pana kuzhine, pra le të themi pana jo të ëmbël, pas çerje, por kuzhine, të kombinohet fare mirë me të lloj recete. Çuna, ka përtisja e qepës në minimum, ju lutem. Kujdes, nuk është e nevojshme. Nuk jemi në pasta në risotto, nuk e lëvizim aq fort. Let, thjesht me lugën e drurit. Po. Kujdes, mos i shtoni gjithë ingredientet, mos e keni prerë të shumë. Në sasi. Abdulrahman, kujdes me sasi, se më shoh që ke shumë patate. Perfekt, vazhdo. Qepe njëm përpara, edhe molla është 1/4 e saj. Radha e punës është ke qepa në fillim fare. Dështohet qepa e njom, më pas patate, më pas panxhari dhe në fund molla e shile. Molla e shile nuk do të dohet një gatim shumë të madh. Prandaj do të keni kujdes në përdorim. Shumë mirë. A bash. Po pse e munduar për t'i prerë kaq shumë bubike? E di që do kalojmë. Po, është argjim kohë, Abdulrahman. Nuk mund të merresh patatën kaq shumë, kaq gjatë. Pastroj pak vondin. Pastroj pak vondin, okay? Po.
mësta. Trazoje mirë? Erdha. Kaplasorët. Kujdes me ndyrën, lutem, daçi. Kjo është miksi i djatrave të përftuar për të bërë të mundur eliminimin e çdo djathe të patretur mirë, bëjnë të mundur kalimin e saj në mikser. Duke unifikuar në një shit vetë. Ja pra kremi djathit është gati. Atëherë të provojmë në çdo bank sasinë e kripës që kanë shtuar. Duke qenë se panxhai ka krip, ka përqindje të lartë sheqeri, pra është e ëmbël si produkt, duhet ta rishikosh prapë. Ka nevojë prapë. Rishikoje se jemi vetëm në fazën e zhvillimit. Okej? Nuk mund ta lësh më aq. E qartë? Kujdesni me sasinë e kripës. Ka të bëjë shumë dora e parë në shtimin e kripës. Në qoftë se do shtojmë më shumë se ç'duhet, nuk e heqim dot më pas. Nuk mund shtosh në 3 faza dhe një herë. Shtosh përqindjen e lartë në fazën e parë. Kur themi ka 3 faza shtimi i kripës, mund ta korrigjojmë nëse ka pak. Nëse ka shumë, çfarë ndodh? Ja një element që duhet të ketë më kujdes. Okej? Nuk prish punë. Do shtosh bulion sërish për ta ulur pak përqindjen e lartë kripës. Mos e lë tesh me kaq. Shikojmë pra të gjithë ju dashur miq që po na ndiqni. Jemi në fazën ku supa po merr një zhvillim të caktuar, jemi në fazën e përfundimit pothuajse, pra kërkon dhe pak kohë për të uzier panxharit. Po kontrolloj në mënyrë të njëpasnjëshme të gjithë nxënësit, për sa i përket sasisë së kripës. Një pikë kryesore në çdo lloj pjate. Është ajo që jep shije mbi të gjitha dhe do të jemi profesionist në këtë pjesë, kjo pjesa e kripës. Kemi djalin tjetër. Okej, rishikoje. Kujdes për rishikoje. Se ka zirë produkt. Atëherë, çfarë ndodh kur shtojmë një produkt që është blenderi në këtë rast? Produkti i blenderit, nga që ka super motori, ka gjëra të tepërta, do të procesi shkëmbuzimin. Në të lloj procesi ne duam që supa të qetësohet për një moment të caktuar dhe më pas të serviret. Nuk mund ta servirin në momentin e parë. Marrim lukën e drurit dhe vazhdojmë. Atëherë jemi gati, me kripën jemi në rregull, bëjmë të mundur prezantimin e saj në pjatë. Me kujdes, marrim një gëruzë për një porcion të caktuar, nuk do duam sasi të madhe. Për një supë standarde që ndodh zakonisht nëpër restorante. Përgatitemi për të qenë të aftë për punuar në këtë do. Kemi kopërin, të lutem më sill dhe pak pincetën e vogël. Pincetën, e ke atë pincetën. Jo, atë të gjatën. Pjesa e kremit djathit kombinohet fare mirë me produktin e panxharit tashmë. Është një pjatë me plot vlera ushqyese për mbi të gjitha dhe paraqitur. Më pas. Atëherë dashur miq, kjo është pjata që ka përgatitur Soni për ju sot. Një pjatë me plot vlera në standardin e dur të shijes, mbi të gjitha. Nuk e ngrihet vetë, pjesë të falenderoj për momentin që na kushtuat. Bashkë me takohemi në vërtetë lajra. Soni, faleminderit.